Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme, me një histori që në fakt ka tronditur botën. Nihal është një vajzë e re, 30 vjeçare, e cila ka ndruar jetën në Turqi, 27 kg ka arritur të bëhet, do me thënë nga ankthi, nga stresi, nga depresioni, ka fituar një sëmundje e cila e çoi drejt vdekjes. Unë i kam marrë të gjitha të dhënat deri më tani se çfarë po flitet në fakt për këtë emër dhe dua t'ju asjell një nga një për të treguar detajet për rastin që ka tronditur jo vetëm Turqinë, por të gjithë botën. Mersin në Turqi më 15 qershor të vitit 1955 lindi vajza që shikoni në fotografi. Do me thënë në të dy këndet e keni si ka qenë dhe si është bërë. Në një familje të zakonshme turke, në një qytet të rrethuar nga dielli dhe deti mesdhe, lindi një vajzë që prindërit e saj e pagëzuan me emrin Gulinhal, do me thënë. Emri i saj që do të thonte lulja e njom në agim. Mbante një butësi që do ta shoqëronte për të gjithë jetën, edhe kur bota do t'ia kthente krahët. Që në fëmijëri Nihali dallonte për bukurinë e saj të pazakontë. Kishte flokë të errët, sy të thellë dhe një mënyrë të heshtur, por tërheqëse për të parë të gjithë botën. Por ajo nuk ishte thjesht një fëmijë bukur, ishte vajza që lexonte në heshtje, që bënte pyetje të thella dhe që qeshte për të mbuluar ankthin. Në adoleshencë, ëndra e saj ishte të bëhej dikushi, jo vetëm për famë, ajo donte të dëgjohej, të pranohej edhe të duhej në këtë botë tashmë fatkeqësisht kaq të errët. Në vitin 2014, do me thënë kjo ka pas një emrin me G, pastaj nëna e saj ja ka ndruar e ja ka vënë Nihal, që t'jetë pak më i kapshëm për medjen. Në vitin 2014, Nihali mori guximin ta aplikonte për një spektakël të njohur në Turqi, Butarz Benim, një reality show i modës që synonte të nxirrte në pah stilin, elegancën dhe personalitetin e konkurrentëve. Ajo u përzgjodh edhe shpejt ndriçoi në ekran me sharmin e saj natyral. Ishte vetvetja, ishte drejt për drejt, paksa kokfort, por publiku e dashuroi. Rrjetet sociale shpërthyen, Nihali u kthye në influencere brenda pak muajsh. Fytyra e saj u bë e njohur në çdo shtëpi, në çdo Instagram story dhe në çdo koment. Por ajo që askush nuk e dinte ishte se me çdo like që merrte Nihali, ndjente gjithnjë e më shumë presionin për të qenë perfekte. Bukuria e saj nuk ishte më e mjaftueshme, duheshte të ishte më e hollë, më elegante, më e ftohtë edhe më diva. Në fillim ajo nisi që të shmangte darkat, pastaj të hante vetëm fruta, pastaj vetëm kafe, ku motra e saj Bahari, që ishte gjithashtu pjesë e televizionit, e vërente se Nihali po humbiste shumë peshë, por Nihali e mbulonte gjithçka me grim edhe me stil. Nuk kam uri, thoshte, por në fakt ajo kishte uri për vëmendje të sinqertë, për pranim që nuk i kërkonte të ishte një trup i pa kilogramësh. Në nëntor të vitit 2023, Nihali dhe Bahar Kandan u arestuan për një rast mashtrimi financiar, lidhur me një rrjet që reklamonte automjete luksoze me çmime të ulta. Edhe pse shumë e shokuar dhe e tronditur, Nihal nuk u mbrojt siç duhet. Titujt shpërthyen, rrjetet sociale nuk kursyen asnjë gjë, ofendime, gjyqje publike dhe turpërim. Ajo nuk ishte më vajza e famshme me stil, tani ishte vajza që gënjeu, kjo ishte goditja përfundimtare për një shpirt tashmë të dobësuar nga vetmia dhe nga frika. Në muajt që pasuan, Nihal u mbyll në vetvete, refuzonte ushqimin, humbiste peshën çdo javë dhe nuk i fliste askujt. Mjekët e burgut vunë re se ajo kishte simptomat e një forme të rëndë të anoreksisë nervoza,
por shëndeti mendor nuk ishte prioritet në sistemin penitenciar. Ajo ra nga 60 kg në 40 kg, pastaj në 30 kg, dhe kur doli nga burgu me 26 prill të vitit 2024, ajo ishte pafuqishme, me rahje zemre të ngadalta dhe gjymtyre që mezi i lëviznin. Në muajt e saj të fundit të jetës, Nihal u shtrua në një klinik në Stamboll. Ishte nën kujdes intensiv, e motra i rinte pranë dhe mjekët i bënin terapi me shpresë se trupi do të reagonte. Por më 19 qershor, zemra i ndaloi për herë të parë. Dallimi ishte i vështirë. Nihal i hapi sytë pa motrën dhe mbylli sytë sërish. Më 20 qershor të vitit 2025, zemra ndaloi për herë të dytë, këtë herë për gjithmonë. Më datën 21 qershor, lajmi për vdekjen e saj tronditi rrjetet sociale. Jo sepse ishte influencere, por sepse ishte vajzë që donte të ndjehej e fuqishme, vajzë që nuk u ndihmua në kohë, vajzë që u dërmua nga nevoja për të qenë gjithmonë e pëlqyer. Shumë mjek, psikolog dhe aktivistë të shëndetit mendor në Turqi përdorën rastin e saj si thirrje për ndërgjegjësim, sepse Nihal nuk vdiq vetëm nga anoreksia, vdiq nga haresa, nga turpi, nga presioni dhe nga heshtja. Po mund ta dëgjonim sot Nihalin, ajo ne do të na thoshte: mos më vrisni me standardet tuaja, pranoni njerëzit për shpirtin dhe jo për kilogramët që ato kanë. Tani nëse do të hyjmë pak në detaje dhe do të pyesim mjekët, unë kam bërë një pyetësor tek mjekët, a ka shërim kjo sëmundje? Mjekët thonë që kjo lloj sëmundje e quajtur anoreksia nervoza ka shërim, por vetëm në qoftë se kapet në kohë të hershme, trajtohet nga ekipi mjek, psikolog, nutricionist, psikiatër, dhe mbi të gjitha presioni ka mbështetje të vazhdueshme emocionale dhe sociale. Do të thënë, me këto njerëz duhet ju falim shumë dashuri. Por ky çrregullim nuk është vetëm për trupin, është sëmundje mendjes që lidhet me vetvlerësimin, frikën nga kontrolli, ndjesinë e mungesës së dashurisë dhe presionin nga jashtë. Shpesh të sëmurët ndihen si nuk e meritojnë ushqimin apo nuk janë kur mjaftueshëm të mirë. Nihal u bë e njohur për pamjen e saj. Trupi i saj ishte kapitali i saj i parë, por me mira ndjekës vinë edhe mira gjykime. Në çdo foto ajo dëgjonte: je bërë më e plot, je më e dobët, je më seksi, je ndryshuar, po plakesh. Këto komente janë si gjilpëra që ngulen çdo ditë, janë armë të padukshme që plagosin një njeri të brisht si ajo. Kur ajo dhe motra e saj u arrestuan në nëntor të vitit 2023 për një rast mashtrimi, ajo ra në depresion të thellë ku media e kryqëzoi publikisht. Ishte një femër që jetonte një luks të vjedhur, influencerët që nuk punojnë vetëm po mashtrojnë. E kishte me hak këtë goditje. Kjo për Nihalin ishte fundi i reputacionit dhe me që imazhi ishte gjithçka që kishte, e pa veten si e vdekur që në atë moment. Në burg ajo humbi gjithçka, humbi lirinë, kontrollin mbi jetën e saj, kontaktet me botën e jashtme dhe ndoshta më e rënda respektin ndaj vetes. Ajo ra nga 60 kg në 30 dhe më pas në 23 kg. Ushqimi për të nuk ishte më i rëndësishëm, tashmë sëmundja e kishte fituar. Por pyetja që më së shumti bëhet është kjo: a e vrau shoqëria dhe komentet e shoqërisë? Po, në një mënyrë të heshtur, por të dhunshme. E vran me thashethemet, me gjykimet, turpin, ofendimet online, mungesën e mbështetjes. E vran atë që e pan si vajza me grim dhe poza, e vran ata që nuk e pyetën kur si ndihesh ti Nihal, sepse askush nuk e pyeti e gjykuan për trupin, për rrobat, për jetën, por jo për dhimbjen që mbante brenda vetes. Nëse Nihali do të kishte marrë ndihmë në kohën, nëse shoqëria do të kishte më shumë ndjeshmëri për shëndetin mendor, ajo mund të ishte ende gjallë.
Anorkesia shërohet vetëm në një botë që të pranon edhe kur je e dobët, jo vetëm kur je e bukur. Por më e dhimbshme është se çfarë u gjet më pas në telefonin e Nihalit. Zeynep, motra e saj, tha në një emision televiziv se lexuan një mesazh të Farukut, të dashurit të Nihalit, ku ai shkruante Nihalit diçka të tillë: nëse nuk përgjigjesh, do t'i shkruaj motrës sime, do t'i shkruaj motrës tënde, biles është më e lezetshme se ti. Kjo e shqetësoi shumë sepse kur doli nga konteksti një komunikimi të ndershëm dhe tingëllonte si një manipulim, domethënë ishte e tmerrshme, kishte akuza të ndryshme kundër drejt Nihalit. Domethënë Nihali ishte një vajzë e cila preferonte shumë të ishte në qendër të vëmendjes, dëshironte medjen. Ky fenomen ekziston edhe te ne. Domethënë shumë goca kanë qenë pre e komentimeve negative, e thashetemeve, e goditjeve duke u vënë fjalë nga pas që ti je një femër e përdalë, ti që bën këtë punë je një femër e pist, ti që ke veshur këtë fustanin je një femër e ulët. Domethënë dhe këto komentet e shumta, këto fjalët e shumta e çojnë njeriu drejt depresionit dhe mund të arrijë deri në faktin që të bine 23 kg në peshë edhe të humbi jetën e saj, si rasti i Nihalit, një vajzë që gjithmonë buzëqeshi, por në fund i mbylli syt ashtu siç ajo dëshironte të ndihet e bukur.